إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله falenderimet dhe lavdërimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar, atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje prej Allahut që të na ruaj nga të këqijat e vetvetes tonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë e udhëzon Allahu në rrugën e drejtë, nuk ka kush që ta humb, dhe kë e humb Allahu I madhëruar, nuk ka kush që ta udhëzoj dhe drejtoj përpos se me lejen e Tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, ashtu siç dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij sallallahu alaihi wasallam. O ju musliman, o ju muslimane, o ju robër të Allahut, o ju robresha të Allahut, ki jani frikën e Allahut ashtu siç duhet dhe dijeni mirë se Allahu I madhëruar do të na marrë në llogari në ditën e Kiametit për çdo gjë që kemi punuar. Dijeni mirë o vëllezër se Allahu ka për të na marrë në llogari edhe për këtë sezon madhështor që po na e sjell. E lut Allahun të arrijmë ya Rabbel Alamin. Nëse arrim këtë sezon madhështor që është Ramazani, muaj bekuar, Allahu I madhëruar ka për të na marrë në llogari pse se kemi shfryzuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kush privohet nga mirësitë e Ramazanit, me të vërtet është I privuar, me të vërtet është I qortuar o vëllezër, pa Allahu te bareke ve teala. Prandaj o ju vëllezër dhe o ju motra, ju këshilloj të keni frikën e Allahut dhe të friksoni shumë atij, sepse ai është I denjë për të pasur frikë. O vëllezërit e mi, a nuk mjaftojnë gjithë ato argumente të Allahut te bareke ve teala, gjithë ato ajete kuranore dhe hadithe profetike të cilat na nxisin për të punuar dhe vepruar gjatë gjithë jetës tonë për të fituar atë xhenet që gjithë e shpresojmë. Wallahi mjaftojnë pasha Allahun, mi po ne do të cekim edhe argumente të tjera plus aty që cekëm javës që kaloi, në mënyrë që t'jemi më të përgatitur. Ne e thamë dhe do të themi se kur ka sezone, ku ka tregti apo ku ka panajire, njerëzit përgatiten me muaj para, 2 muaj para, 3 muaj para, përgatiten mirë, I shohin rrethanat si që të mos dalin nga ky panajir apo nga ky sezon që shesin pa dal pa gjë domethënë. Pra I planifikojnë gjërat në atë mënyrë që përfitojnë shumë, fitojnë paratë e kësaj dynjaje, gjëra materiale të kësaj dynjaje. Po çfarë mund të themi kur në Ramazan, në këtë sezon madhështor, po shpërndahet mirësia e Allahut, po shpërndahet mëshira e Allahut, po shpërndahet shpërblimet e Allahut te bareke ve teala, po shpërndahet xheneti I Allahut te bareke ve teala. Ti ka hap Allahu gjithë dyert e xhenetit dhe nuk I mbyll. Ti ka mbyll dyert e xhenemit dhe nuk ti hap. Çfarë mund të themi o vëllezër, subhanallahu alazim? A nuk duhet para përgatitemi siç përgatiten ata njerëzit e dynjas për diçka të kësaj bote që do të ikë një ditë prej ditësh? A nuk ja vlen përgatitemi 1 javë para, 2 javë para, 1 muaj para Ramazanit, në mënyrë që të arrijmë nga këto mirësi të Allahut te bareke ve teala. Transmetoj se sahabët 6 muaj para Ramazanit e lutin Allahut, o Allah, na e mundso të arrijmë Ramazanin 6 muaj para. Dhe 6 muaj mbrapa Ramazanit e harrojnë Ramazanin ata. Jo, 6 muaj të tjera e lutin Allahun t'ia pranoj. Subhanallahu, do të thonë, zemra e tyre e lidhur fort me Ramazanin, sepse I dinin çfarë shpërblimesh madhështore ka. Jo se ne nuk e dim, jo, se të njëjtat argumente që I kanë shkuar sahabëve, na kanë shkuar edhe neve. Njëjtat hadithe që kanë gjuar sahabët I kemi gjuar edhe neve. Mirë, ata ishin të zellshëm, ishin të punëtor, e donin botën tjetër më shumë se sa duam ne këtë botë. Prandaj dhe ata punuan, prandaj dhe ja ditën vlerën. Prandaj o vëllezër, këto hutbe që marrin 2 javë para apo 1 javë para Ramazanit për të folur për mirësinë e Ramazanit nuk janë kot.
Ne shumë mirë se o xhallar mundemi që në ditën e parë të Ramazanit apo xhuman e parë të Ramazanit themi elhamdulillah arritëm Ramazanin. Po nuk është kjo. Nuk është kjo arsyeja, nuk është kjo kuptimi, nuk është kjo qëllimi. Qëllimi është që ne të parapërgatitemi. E si mund të parapërgatitemi? Duke vepruar që tani, edhe një javë ka ngel. Që tani me fillu me agjëru nafile. S'të kushon gjë, dita është e shkurtër, wallahi. Po ashtu me dhënë sadaka që sot, qoftë edhe 1000 lekë, të kushton gjë, çdo ditë. Edhe e kalit veten tënde që në Ramazan ti jesh, domethënë më i karikuar. Plus me lezu Kur'an që tani me hap Kur'anin, mos prit Ramazanin, se ndoshta edhe nuk e arrin. Ndoshta nuk e arrin Ramazanin, pashallahu shumë vetë nuk e arrin. Prandaj që tani jep atë mundin tënd, sakrificën tënde që ti tregosh Allahut, o Allah, unë du të hyj në Ramazan shumë i fuqishëm. Unë du të hyj në Ramazan dhe të dal i fituar prej ti. Që Allahu pastaj nëse ti vdes para Ramazanit, të ta vlerësoj në jetën tënde. Pra këtu e dëshmon ti se sa e do Allahun te bareke ve teala dhe sa do më përpjek. A nuk të mjafton hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thot se Allah i madhruar ka thënë në një hadith kutsi: kullu amal ibn Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Thot çdo vepër që punon mbi Ademit është për të. Përveç agjërimit, ai është për mua, thot Allahu, dhe unë shpërblej për të. Do thot dikush, po si ka mundsi pse adhurimet e tjera nuk janë për Allahun, nuk janë për Allahut? Po, ama adhurimet e tjera ne a dim shpërblimin. Namazit ja dim shpërblimin. Nëse namazi në xhami, domethënë ose nëse namazi në shtëpi ka më pak shpërblime, ne e dim që në xhami ka 27 gradë më shumë. E dim, është e përcaktuar, kurse Ramazani nuk e ka të përcaktuar. Nuk e ka përcaktuar. E ka pa kufi. Shpërblen Allahu pa kufi. Nuk e ka shtuar Allahu që shpërblen 700 fish apo 1000 fish. Jo, pafundësisht për të tërheq ty që të punosh sa më shumë. Allahu i madhruar pra ne thot, agjërimi është për mua. Çfarë kuptimi ka tjetër që namazet që ne i falim me xhamat në xhami, të gjithë na shohin, filani erdhi në xhami sot. Apo jo? Kurse për agjërimin askush nuk e din. Po do thosh ti jo e din se ti thu kam agjëruar sot. Jo, se kur ti vetmohesh në shtëpinë tënde, çfarë të pengon mos të hash buk? Çfarë të pengon me prish agjërimin? Frika ndaj Allahut. Askush nuk të sheh. Je i vetmuar në shtëpinë tënde. Nuk sheh njëri. Ama ti nga që je i sinqert me Allahun, çfarë bën? Nuk e prish agjërimin. Me të vërtetë unë do thosh, unë do i them njerëzve për jashtë jam agjërueshëm, ama në shtëpi e prisha, ama Allahu më sheh. Qartë? Dhe me agjërimin njeriu është më i lidhur me Allahun. Prandaj Allahu e ka veçuar shpërblimin për agjëruesin pa ja caktuar se sa do sa shpërblej. Pa kufi. Pa llogari Allahu te bareke te ala. Prandaj thot kur ti je agjërueshëm dikush për jush, çfarë të bëj? Thot nëse pra është agjërueshëm, mos të flas fjalë të dyta, mos të flas fjalë të pista, mos të flas fjalë të pamoralshme. Dhe thot mos të nxehet dhe mos të zihet me tjerët. Nëse dikush me patjetër dëshiron të zihet me këtë person agjërueshëm, që është agjërueshëm, dëshiron të zihet, të rrihet, le ti thot ky person jam agjërueshëm dhe ta largoj, ta distancoj. Pra jo të ti kthesh me njëjtën monell, po ti thosh jam agjërueshëm. Jam agjërueshëm vëlla, edhe ik largo prej tij. Dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin që tregon në hadithin kutsi. Thot pasha Allahu thot era e gojës së agjëruesit është më e mirë tek Allahu se sa era e miskut. Ju e dini shumë mirë se sa erë të keqe mund t'i vi era e gojës së agjëruesit. Pse? Sepse është pa ushqim. Nga stomaku i vjen erë e keqe në gojë. Dhe kjo erë që njerëzit shqetësohen për kësaj ere, tek Allahu është e këndshme kjo erë. Madje më e këndshme se sa era e miskut. Kjo erë e pa këndshme tek njerëzit, tek Allahu është e lartë. Pse? Sepse ti, pra kjo erë e gojës tënde që vjen, nuk vjen kot. Vjen se ti do Allahun, vjen se ti agjëron për Allahun, vjen se ti nuk e ngrën prit Allahut te bareke te ala. Prandaj është më e dashur tek Allahu. Mjafton që është më e dashur tek Allahu te bareke ve teala. Dhe thot pejgamberi në vazhdim thot, agjëruesi i ka dy gëzime. Një gëzim e ka kur e cili iftarin. Nga se gëzohet se tash i ngri buk, tash i do haj buk, se gjithë nga qenë uritur dhe jetur, jo pasha Allahun. Gëzohet se një ditë arriti ta adhuroj Allahun më shumë. Se ndoshta nesërmen se arrin dot. Dhe ai gëzohet, elhamdulillah që e përfundova këtë ditë. Jo, nuk gëzon nga ushqimi, vallahi jo. Besimtari vërtet nuk gëzon nga ushqimi. Po gëzon se e përfundon një ditë, elhamdulillah, sakt siç duhet.
Dhe gëzimi i dytë kur është? Kur ta takoj Allahun ditën e gjykimit, do të gëzohet kur të shohësh problemet madhështore të agjërimit, do habite, do magniten. Dhe do thot edhe me veten e tij, pse nuk ka agjëruar edhe nafile më shumë? Pse nuk ka vepruar më shumë? Pse nuk ka madhëruar Allahun më shumë? Kështu pra gëzohet agjëruesi. Prandaj ne duhet gëzohemi o vëllezër që na vjen ky muaj madhështor, por të përgatitemi para tij që të arrijmë me gëzim, të arrijmë, domethënë duke festuar në kuptimin duke u kënaqur me këtë muaj që po na vjen. O vëllezër të mi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, një thirrës thret, një thirrës nga ana e Allahut thret, çdo natë Ramazanit kur vjen Ramazani. Thot, ja baghi el khajri aqbil, o ti që do të mirën, heja dhe po, tani është momenti. Ramazani është momenti që ti do të shkosh ke Allahu te bareke o teala. Aqbil, a nuk mjafton një muaj që të largosh prej Allahut, nuk mjafton. Heja tash më prash momenti, tani është momenti. Tani është koha ku do të fitosh problemet e Allahut. Tani është koha ku do të fitosh xhenetin e Allahut te bareke o teala. Edhe thot prap thirrësi dhe thret do thot ja bagi e sherri akhsir, o ti që do të keqe ndalë pra mbon më, as mjaftuan, as u ngope me gjunahe. Subhanallah, akhsir, ndalo, pusho, vazhdo me adhurimin me Allah te bareke ve teala. O vëllezër, si të mos nxitemi nga ky muaj madhështor, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, çdo natë Ramazanit, jo një natë, çdo natë deri në fund derisa të përfundoj Ramazani. Çdo natë Ramazanit Allahu liron njerëz nga zjarri i xhehenemit. Subhanallah. Imagjino nëse ti e ke passhënuar emrin në listën e xhehenemlive, Allahu në Ramazan ta shlyen, domethënë. Allahu i dhuar ta fshin. Po pas Allahun. La ilaha illa Allah. A nuk është madhështi kjo vëllezër për Zotin e Madh? Çfarë duam në Ramazan? Do me Zot pa fus Allahu. Po Allah po ne jep gjitha shanset, subhanallah el-azim. Çfarë presim? Çfarë na pengon? Pejgamberi alayhis salam ka thënë, thot, kush agjeron një ditë, kush agjeron një ditë tek, nuk të Allahut, pa për të Allahut një ditë tek, jo në Ramazan, jo, jashtë Ramazanit, se Ramazan nuk llogaritet, se Ramazani ka shpërblime madhështore, thot, jashtë Ramazanit, kush do që agjeron një ditë, për të Allahut, Allahu ka për të larguar 70 vite larg zjarrit të xhenemit, 70 vite. Dhe 70 që ne e kemi cek, që arabët e përdonin për shifrat madhe, e jo se, do më thënë, 70 është e kufizuar. Ka më shumë, Allahu fal shumë, Allahu më shiron shumë, Allahu të zjega xhehenemi, Allahu është i mëshirshëm. Ama nëse i bën sebepet, nëse i bën shkaqet, nëse i bën kriteret, sepse dikush thot po që ka shumë i mëshirshëm Allahu, atëherë pse do të punojmë? Jo, Allah i madhuar tha, i tha pejgamberi alayhis salam, nabi ibadi, njoftoj robët e mi, njoftoj robët e mi ta din mirë se unë jam i mëshirshëm dhe fal shumë, ama edhe dënimi im është i ashpër. Në momentin që ti se kërkon mëshirën e Allahut, s'ka për të falë Allahu te barekutaala, se ti s'po e kërkon. Është sikur se ti të presësh nga shtëpia jote të vi leku, vjen rroga duke në shtëpi, ta sjell pronari duke qenë në shtëpi, jo, s'ta sjell, duhet të shkosh të punosh. Po ashtu edhe Allahu te barekutaala, po nuk punove nuk t'jep. Duhet të punosh. Duhet lëvizësh, se pa punu s'ka. Prandaj ne duhet punojmë sa më shumë. Këto hadithe madhështore na nxisin patjetër vëllezër, pasha Allahun, se po nuk na nxitën sot, atëherë kemi përfundu keq. Tjetra o vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për atë që nuk agjeron, sallallahu alajhi wasallam. Tash ky që nuk agjeron, tash agjerimi pas ka shpërblime madhështore, dakor jemi deri këtu. Mirë, po ky që s'agjeron, çfarë dënimi ka? Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot një net për netve isha në ëndër dhe më morën thot. Më morën dhe më çuan në një mal që nuk e ngjisja dot. Tha ngjit. Thash nuk mundem dot ngjit mal, si ishte mal i thukët, mal me maj. Dhe çfarë tha subhanallah? Tha ngjit se ne ndihmojmë, thanë ata pra me lajket. Dhe kur ngjiti lart pa lloj dënimesh, dhe një prej dënimeve që pa disa njerëz me kokë poshtë të varur si beri apo si delja, me kokë poshtë dhe buzët, skajet e buzëve i kishin të çara deri në kafkë. La ilaha illallah. Dhe i pyeti, kush janë këta? Pejgamberi sa mi pyet me lajket, kush janë këta? Tha, këta janë ata
që e kanë qelë Ramazanin para kohe nga ummeti jot. Pra ti pa y koha, 2 minutë apo 1 minutë, e pa y koha, pra nuk ka përëndu dielli, nuk po të cekim këtu kalendarin, sepse në kalendar për shembull mund të shënu 5 minuta më mbrapa. Në momentin që ti e pe që ka përëndu dielli, jemi në rregull. Por në momentin që s'ka përëndu dielli dhe ti e qel, ç'a ndodh këtë rast? Atë merr këtë lloj dënimi, subhanallahu, pse ti ka gjuar gjithë ditën për 1 minutë, po, sepse ke neglizhuar. Nuk u bonami se pritet 1-2 minutë më shumë apo 3 minuta, nuk u bonami. Dhe prandaj këta lloj njerëzish marrin këtë lloj dënimi nga Allahu te bareke ve teala. Po ai që sa gjëron fare, çfarë dënimi mund të ketë? Allahu na ruaj. Allahu na ruaj. Prandaj është koha me u kthy o vëllezër. Dhe së fundmi duke përfunduar, ju cek një histori të një sahabiu të nderuar, një shoku të profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe pos na nxiti kjo histori, domethënë, wallahi nuk e di çfarë do na nxis tjetër. Ky sahabi, Enes ibn Nadhr, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, nuk prezantoi dot në luftën e Bedrit. Lufta e Bedrit, luftë madhështore, nuk prezantoi dot në atë luftë. Nuk prezantoi dot. Dhe ajo luftë u fitua nga muslimanë, alhamdulillah. Mi po, nga që Allahu nuk ja mundsoi atij me prezantuar këtë luftë, tha, nëse Allahu i madhëruar, o dërguar Allahut, nëse Allahu ma mundson që unë të arrit luftoj në lufta të tjera me kundër armiqve pa Allahut, atë ka për ta pa Allahu, tha se çfarë do bëj. La ilaha illallah. Ky, as e din Allahu, Allah di çdo gjë. Ama ky ka njerëz që Allahu çuditet për tyre. Edhe pse njeh mirë, po çuditet nga trimëria e tyre, nga besnikëria e tyre. Dhe tha, nëse Allahu më mundson të jem gjallë, çfarë do bëj, tha? Nëse Allahu më mundson të jem gjallë në luftat e tjera, ka për ta pa Allahu se çfarë bëj unë. Dhe nuk kaloi gjatë, erdhi lufta e Uhudit, ku të gjithë u zbrapsën prej sahabëve, të gjithë. Pa vetëm se një pakicë të vogël, u zbrapsën se po e fitonin luftën qafirat. Kurse ky sahabi nderuar, Enes ibn Nadhr, e realizoi dhe doli besnik me Allahun. Tha, po e shoh se xheneti është kthej, tha, ere xheneti po vjen nga kthej. Edhe pse ikën të gjithë, ky u fut këtë turma e qafirave dhe luftoi sa mundi dhe tek për tek. Subhanallah, për ta dëshmuar se o Allahun e kam me vërtet, e kam me sinqeritet dhe jo një fjalë goje. Dhe masi përfundoi lufta, masi jo besimtarët fituan, atëherë ç'a ndodhi? E kërkuan këtë sahabi të nderuar, por nuk e gjetën dot. Nuk e njoftën dot o vëllezër pasha Allahun. Nuk e njoftën dot pasha Allahun. Pse? Se jo besimtarët i kishin goditur tevet e ca goditje. I kishin pre duart, i kishin pre hundën, i kishin pre reshët, subhanallah. La ilaha, çfarë dënimi i kanë dhënë domethënë? Përfiturin total. Ama ky për të Allahu luftoi. Dhe kush e njohi atë? Nga njohin që ishte ai, pikërisht ai. E njohi motra e vet. E njohi nga gishtat e vet. Ja njihte ato gishtat, shenjat e gishtave, njihte motra e vet. Alhamdulillah. Dhe e njofti dhe tha, ky është vëllai im. Dhe domethënë ky sahabi nderuar e çau turmën e jo besimtarëve, e realizoi premtimin që i bëtë dhënë Allahut, dhe sahabët thanë më mbrapa, ky ajet kuranor që thot, minel mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alejh, ka prej besimtarëve që janë të sinqert në premtimin që japin Allahut. Dhe këtë ajet ne mendonim se është për këtë sahabi nderuar, për Enes ibn Nadrin edhe të tjerë si ky, subhanallah. Pa ai dëshmoi se do Allahun, ai dëshmoi se ai nuk ishte mundësi me shku në luftë Bedrit, se do kishte shkuar. La ilaha illallah. Tash vjen pyetja ke ne, kjo histori nuk është kot. Vitin që kaloi të gjithë ne përfundoi Ramazanin, ne u bëm pishman, tham, pse nuk thash më shumë sadaka, subhanallah. Po pse nuk agjërova, subhanallah që sa ka agjëruar. Po pse nuk fala namaz taravih, subhanallah. Po pse unë nuk lexova Kur'an atë Ramazanin që kaloi. Kjo është ky fragment apo kjo histori e këtij sahabiu nderuar është nxitje për ne për të na treguar nëse jemi të sinqert në fjalët që kemi dhënë vitin e kaluar, atëherë le të realizojmë tani, si mi fut akoma në Ramazan. Le të realizojmë tani. Alhamdulillah, po vjen Ramazani. Mi gjatë vitit kishe frikë se mos vdisje. O bobo çfarë bëra unë? O bobo nuk e shfrytëzova Ramazan që kaloi. O bobo nuk agjërova. O bobo sa gjuna bëra Ramazan kaluar. Nuk ndryshova se ke vetja. Është momenti tani pra. Ja bagi el khayri aqbil. O ti që do të mirën, e ja pra vazhdo. Çfarë pret? Çfarë pengon?
Çfarë të pengon ty me u bë si ky sahabi i nderuar që e realizoi premtimin që i pat dhënë Allahu? Wallahi besnik pasha Zotin e Madh. Kurse ne nuk jemi besnik, se çdo Ramazan kështu themi, do ndryshoj ha Ramazanit e pse do bëj unë do shpatalloj çdo gjë në kuptimin që do bëj shumë vepra të mira, në kuptimin që unë do lexoj shumë Kur'an, në kuptimin që unë do fal shumë namaz tarawih, alhamdulillah. Vjen Ramazani e shes të njëjtin person me gjunahe, me fjalë të pista, me zënka. Subhanallahu, çfarë ndryshove ti më vëlla? Çfarë premtimi pa të thënë Allahu te bareke ve teala? Nëse të zen ky Ramazani kështu, a ke përfitu mendon ti? Subhanallah. Mirë, ato vëllezër që nuk shkojnë namaz tarawih, që nuk kanë shku vitin e kaluar, u them aty hadithe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë pejgamberi sa men qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ato mendsi që kishte vitin e kaluar, nëse ti i fal taravit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bashkë me imamin, përfundon imami dhe përfundon edhe ti, atë kanë për të fal gjunat e kaluara. Çfarë do më shumë? Pse nuk fal taravih? Apo do gjum? Subhanallah, për gjysore. Do gjum për gjysore. Se për gjysore ti, do më thënë, e knashe, do më thënë, arrite pasurin gjithë botës. La ilaha illallah. Për gjysore, në këtë dynja nuk arrin shumë gjëra, ama për gjysore, për botën tjetër, arrin shumë gjëra. Wallahi billahi tallahi. Arrin të falin gjunahet, ka që thjesht është. Subhanallah. Prandaj o vëllezër, këto argumente na tingëllojnë fort zemrat tona dhe të na falë Allahu për çdo mangësi tonë dhe lut Allahun e madhëruar që Allahu Gjelle Gjelaluhu, i madhërishmi, krijuesi i gjithësisë, ai që na krijoi për adhurimin e tij, e lut Allahun të na përmirësoj gjendjen se jemi shumë keq. E lut Allahun e madhëruar të na udhëzojë në rrugën e drejtë, të na bëjë namaz falës, të bëjë namaz falës familjet tona, fëmijët tanë, fiset tona, dhe lut Allahun e madhëruar së fundmi të na bashkojnë në xhennetet e tij siç jemi bashkuar sot në ditën e xumë. Dhe lus Allahun e madhruar të na takoj atje me pejgamberët, me të devotshmit, me të sinqertët, me familjet tona, me fiset tona, me vëllezërit tan, me fëmijët tan, me gratë tona, dhe në së fundmi lus Allahun e madhruar që të na mundsoj ta shohim fytyrën e tij, se nuk ka më të bukur se fytyra e Allahut te bareke ve teala. Amin, amin, amin.